E përmbi shenjë të hylindës së shpëtona, I mbytur prej ngasjeve si në det, më ty po përiki dhe prej teje kërkoj shpëtim, o nëna dhe zonjë virgjëreshë, prej çdo rreziku dhe zije shpëto më ti. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsëkaliviti. Dashuria. Në shpirtin që është I dashuruar me Krishtin, djalli nuk mund të hyjë. Psikiatrit dhe psikologët flasin për gjëra të fituara dhe të trashëguara, sepse nuk e njohin shpirtin njerëzor që shërohet vetëm nga dashuria hynore dhe përjeton gëzimin në Krishtin. Duaj të gjithë dhe lutu mistikisht brenda vetes. Derdhe dashurin tënde te të gjithë, dhe do të vi koha ku do të duash të tjerët pa imponim. Dhe do të ndihesh se ata të gjithë të duan. I lumtur është ai njeri që ka mësuar të dojë të gjithë mistikisht. Ai nuk kërkon dashuri nga të tjerët dhe as nuk intereson nëse e duan. Kur ishe I ri në Kafsëkalivia, jerontët e mi nuk më thanë kur bravo. Ata ishin të rrept, më qërtonin, por e ndjeja dashurinë e tyre. Dashuria jon I prek të tjerët dhe ne I fitojmë ata. Kur I duam të tjerët, mendojmë se u ofrojmë atyre, ndërsa realisht I ofrojmë vetes. Dashuria kërkon sakrifica, të sakrifikojmë me parullsi diçka tonën që realisht është e Zotit. Më do? A, ti nuk më do. Ja, e kuptoj. Nuk më shikon. Këto janë gjëra shumë të ulta. Fjala të dua është e ulët a thuash, nuk thuhet. Ajo fitohet në heshtje me personalitetin që e krijon. Ti mban veten edhe tjetri çmendet për ty. Ushtrohesh dhe përpiqesh ta fshehësh tashmë. Por tjetri e ndjen dhe tërhiqet. Nëse ti do të tjerët dhe nuk e kërkon dashurinë e të tjerëve, të gjithë të vinë pranë teje. Është diçka mistike. Ti duaj mistikisht dhe ata do ta kuptojnë dhe do të dërgojnë ndjenjat e tyre të mira edhe nga larg. E kuptove? Të duash të tjerët pa interes. Kur dashuria jonë është në Krishtin, ne duam atë që dëshiron personi që duam. Të sakrifikohemi për të gjithë pa interes, pa kërkuar asnjë shpërblim. Unë, ti, ai, tjetri, të ndjejmë se jemi antar të Krishtit, se jemi një. Dashuria për veten është egoizëm. Të mos kërkojmë, unë të qëndroj, unë të shkoj në parajs, por të ndjejmë për të gjithë këtë dashuri. E kuptuat? Kjo është përullësi. Të jenë të gjithë në një, ashtu si edhe ne jemi një. Perëndia është dashuri, nuk është thjesht spektator I jetëson. Ai paramendon dhe kujdeset si aty ynë që është, por gjithashtu respekton lirin ton. Ai nuk na detyron. Dhe ta kemi shpresën ton në providencën e Perëndis dhe me që besojmë se na shikon Perëndia ynë, të kemi guxim, t'i përkushtojmë dashurisë së Tij dhe në vazhdim do ta shohim atë gjithmonë pranë nesh. Nuk do të kemi frikë se mos bijem. Jeronti na thoshte: unë nuk e kam frikë Zotin sepse e dua atë. Dashuria e nxjerr jashtë frikën. Shën Simeoni, theologu I ri, shkruan: duhet të shohim të gjithë besimtarët si një dhe të mendojmë se te secili prej tyre është Krishti. Dhe të kemi një dashuri të tillë për të gjithë, saqë të jemi gati të sakrifikojmë jetën tonë për hir të tyre. Nuk duhet të themi as nuk duhet të konsiderojmë asnjë njeri tjetër si të keq, por të shohim të gjithë si të mirë. Dhe nëse shikon ndonjë vëlla të ngacmohet nga pasionet, mos e urre pasionet që e luftojnë.
dhe nëse e sheh të tiranizohet nga dëshirat dhe zakonet e mëkateve të tij të mëparshme, të vi keq për të, e se mos rastis të provosh edhe ti tundimin, pasi je prej materiali që let kthehet nga e mira në të keqe. Dashuria ndaj vëllait të përgatit të duash më shumë Perëndin. Sekreti pra i dashurisë për Perëndin është dashuria për vëllan, për të afërmin, sepse nëse nuk e do vëllan tënd që e sheh, si është e mundur të duash Perëndin që nuk e njeh? Ai që nuk do vëllan e tij që e sheh, si mund të doj Perëndin që nuk e sheh? Dashuria është pjesëmarrje në dhimbjen dhe në vuajtjen e tjetrit. Të duash dhe të ndjesh dhimbje, thoshte. Të ndjesh dhimbje për atë që do. Ai që ka dashuri, mundohet dhe sakrifikon për atë që do. Tretet për të afërmit dhe mbetet i panjohur. E përjeton Krishtin në mënyrë mistike. Mos e ngrini duart drejt Zotit vetëm kur keni hall, sëmundje dhe çfarë do lloj gjëje tjetër. Por me përullësi, duke pasur ndjesin se jeni larg tij dhe nuk e keni dashur siç duhet, ngrini duart lart dhe thoni: O Zot, ne të duam, shpirti ynë të do me zell, por nuk mund ta hapim që ai të dojë ashtu siç do ti. Dëshmohet se një fëmijë i tij shpirtëror kishte dëgjuar nga një predikues se motra e vëllezër midis tyre janë vetëm të krishterë. Kur e përmendi këtë në ambientin e tij të punës, i telefonoi të njëjtën ditë Jeront Porfiri që t'i thoshte: Të gjithë janë fëmijët e Zotit, dhe ja mbylli telefonin. Ai shpesh na jepte zakonin e respektit dhe të bashkëjetesës. Atje ku jeton, keni njerëz të feve të tjera dhe idhujtar. Sillu ndaj të gjithëve me delikatesë, me dashuri. Mos ofendo asnjë. Të gjithë t'i ndjesh si vëllezër dhe t'i quash vëllezër, madje edhe ata të feve të tjera. Ne jemi të gjithë fëmijët e të njëjtit Atë. Mos u bëni vërejtje për fenë e tyre, atyre që janë të një feje tjetër. Fanatizmi nuk ka lidhje me Krishtin, duhet të ekzistojë respekt për lirinë e të tjerëve. Krishti zbulohet në unitetin mes nesh dhe në dashurinë e tij për kishën. Kisha jemi të gjithë. E rëndësishme është të hymë në kishë, të bashkohemi me bashkënjerëzit tanë, me gëzimet dhe hidhërimet e të gjithëve. T'i ndjejmë si tanët, të lutemi për të gjithë, të ndjejmë dhimbjen për shpëtimin e tyre, të harrojmë veten. Askush nuk duhet të dojë të shpëtohet vetëm, pa shpëtuar edhe të tjerët. Është gabim të lutet dikush për veten, të shpëtoj vetëm ai. Ne duhet t'i duam të tjerët dhe të lutemi që të mos humbas asnjë. Ne jemi një, madje edhe me njerëzit që nuk janë afër kishës. Ata janë larg nga padia. Ne i shohim gjërat në mënyrë njerëzore, lëvizim në mënyrë tjetër dhe mendojmë se duam Krishtin. Por Krishti që e bën shiun të bjerë mbi të drejtë dhe të padrejtë, na thot: Ti doni armiqtë tuaj, të lutemi që të jemi të gjithë bashkë në Zotin. Atëherë, nëse e përjetojmë këtë, do të kemi rezultatet përkatëse, do të jemi të gjithë të dashur dhe të bashkuar. I butë, i përullur dhe i qetë. Ki dashuri brenda vetes, mos i nevrik i bezdisshëm dhe mos u ngrind me të tjerët. Le të filloj dashuria. Jeronti na theksonte shpesh: Nëse e sheh vëllën tënd duke mëkatuar, hidh mbi supet e tij mantelin e dashurisë sate. Imitonte Isak Sirianin që thoshte: Pastërtia e zemrës është dashuri për të dobtit që bien. Faleni njëri tjetrin, mbajeni njëri tjetrin në momentin e vështirë. E gjithë dashuria e madhe e Jerontit të shenjtë për njerëzit e tij ishte e përqendruar në drejtimin e tyre drejt gëzimit të transformimit sipas Krishtit. Kushdo që kritikon tjetrin, nuk e do Krishtin. Fajin e ka egoizmi. Nga ai nis kritika. Do t'ju tregoj një shembull.
Supozojmë se një njeri është vetëm në shkretë të tir, nuk ka asnjë tjetër. Papritur, dëgjon dikë nga larg duke qarë dhe duke bërtitur. Afrohet dhe sheh një pamje të tmerrshme. Një tigër ka kapur një njeri dhe shqyen me mani. Ai i dëshpëruar kërkon ndihmë. Pas pak minutash do ta përpijë atë. Çfarë duhet të bëj për ta ndihmuar atë? Të vrapoj pranë tij? Si, kjo është e pamundur. Ti thërras? Kujt? Nuk ka njeri tjetër. Mos ndoshta duhet të marrë një gur për t'ia hedhur njeriu dhe t'i jap fund? Jo, sigurisht, do të themi. E megjithatë, kjo është e mundur të bëhet kur nuk e kuptojmë se ai që na sillet keq është i pushtuar nga djalli, tigri. Por harrojmë se edhe kur ne sillemi pa dashuri është sikur të hedhim gur mbi plagët e tij, kështu që i bëjmë shumë keq dhe tigri hidhet te ne dhe bëjmë dhe ne si ai, madje edhe më keq. Atëherë cila është dashuria që kemi për të afërmin ton dhe shumë më tepër për Perëndin? Ta ndjejmë ligësinë e tjetrit si një sëmundje që e mundon dhe vuan dhe nuk mund të çlirohet. Prandaj le të shikojmë vëllezërit tanë me dashuri dhe dëmshuri dhe t'i trajtojmë me mirësjellje, duke thënë në zemrat tona me thjeshtësi: O Zoti Jesu Krisht, mëshirom. Që të forcohet shpirti ynë me hirin hynor dhe të mos kritikojmë asnjë. T'i shohim të gjithë si shenjtor. Të gjithë mbartin brenda nesh njeriun e vjetër. I afërmi, kushdo qoftë ai, është mishi ton, është vëllai ynë dhe nuk i detyrohemi asgjë njëri tjetrit veç se ta duam. Siç thekson apostull Pavli, nuk mund t'i akuzojmë kurrë të tjerët sepse askush nuk e urren mishin e vet. Kur dikush ka një pasion, le të përpiqemi të dërgojmë rreze dashurie dhe dëmshurie, në mënyrë që të shërohet dhe të çlirohet. Vetëm me hirin e Perëndis ndodhin këto gjëra. Mendoni se ai vuan më shumë se ju? Në Kinov, manastir, kur dikush ka faj, të mos i themi se ai ka faj, por të qëndrojmë me kujdes, respekt dhe lutje. Të përpiqemi të mos bëjmë të keqen. Kur durojmë kundërshtimin e vëllait, kjo konsiderohet si martirizim. Le ta bëjmë këtë me gëzim. I krishteri është fisnik. Të preferojmë të na padrejtësojnë. Nëse vjen brenda nesh e mira, dashuria, e harrojmë të keqen që na bën. Këtu qëndron sekreti. Kur e keqja vjen nga larg, nuk mund ta shmangni, por arti i madh është ta përbuzni. Me hirin e Perëndis, ndërsa do ta shikoni, nuk do t'ju ndikoj sepse do të jeni plot hir. Në frymën e Perëndis të gjithçka është ndryshe. Atje dikush ua justifikon të gjitha të tjerëve, të gjitha. Çfarë tham? Krishti e lëshon shiun mbi të drejtët dhe të padrejtët. Unë ty të quaj fajtor, sado që më thua se e ka fajin filani ose filanka. Në fund të fundit, ti e ke fajin për diçka dhe e gjen kur të them. Këtë dallueshmëri të fitoni në jetën tuaj. Thellohuni në gjithçka dhe mos e shritni atë si përfaqësisht. Nëse nuk shkojmë te Krishti, nëse nuk durojmë kur vuajmë padrejtësisht, do të torturohemi vazhdimisht. Sekreti është që dikush t'i përballojë situatat në mënyrë shpirtërore. Nëse tjetri të mërzit, të lodh, mendo. Tani më dhem syri, krahu, këmba, duhet ta trajtoj me gjithë dashurinë time. Shumë herë na vendoste në një stat të ri shpirtëror. Më kujtohet një herë kur kishte lindur një çështje shumë serioze familjare dhe ishim në një konflikt të madh me të afërmit e ngushtë për një çështje pronësie. Jeronti kishte thënë për këtë situatë se ishte ndikuar nga demoni i lakmisë dhe më tha: "Tani ta ndryshojmë faqen, ne duhet të fillojmë të duam armiqtë tan, ata që nuk na duan neve." Po hym në një kapitull të ri. Lutu për ta. U luta. Të gjithë u lutëm për ta në shtëpi dhe problemet u zgjidhen, dhe tani e duam shumë njëri tjetrin dhe këta njerëz, të afërmit e mi, kanë një marrëdhënie kuptim plot me kishën. Shumë herë na vendoste në një stat të ri shpirtëror. Më kujtohet një herë kur kishte lindur një çështje shumë serioze familjare dhe ishim në një konflikt të madh me të afërmit e ngushtë, një çështje pronësie. Jeronti kishte thënë për këtë situatë se ishte ndikuar nga demoni i lakmis dhe më tha: "Tani do ta ndryshojmë faqen.
ne duhet të fillojmë të duam armiqtë tanë, ata që nuk na duan. Po hym në një kapitull të ri. Lutu për ta. U luta. Të gjithë lutëm për ta në shtëpi dhe problemet u zgjidhën dhe tani e duam shumë njëri tjetrin dhe këta njerëz, të afërmit e mi, kanë një marrëdhënie kuptim plot me kishën. Flet shenjtori. Fshinji na ka bërë dëm 300.000 drami. Dëmi nuk është bërë rastësisht, por nga ligësia. Të thotë, për çfarë i do ky Jeront prona dhe ullinj? Lëre ta ha në dhitë e mia. Të gjithë më thanë të kërkoja dëmshpërblim. I thira të gjithë këtu në një mbledhje dhe u thash: e jani të bëjmë një paraklis për fqinjin, ta ndriçoj Perëndia që të mos na bëj përsëri dëm. Tani çfarë u bë? Në vend që ti kërkoj dëmshpërblim, ne të gjithë së bashku, në vend që ti kërkojmë dëmshpërblim, ne të gjithë së bashku bëjmë një paraklis për të. Shpresoj që do ta ndriçoj Perëndia që të mos e bëj më. Perëndia dërgon dashuri. Kjo është fryma e ëtërve. Kështu të mendosh në mënyrë atërore. Uroj të gëzoheni gjithmonë në Zotin dhe të shëroheni me fuqinë e Tij. Nëse një ditë filloi të më thoshte Jeronti, ti ecën i qetë në rrugën tënde dhe sheh vëllain tënd duke ecur qetë përpara, por në një moment sheh një person të keq para teje të kaloj papritur nga një rrugicë dhe ti sulet vëllait tënd, ta godas, ta tërheq nga flokët, ta plagos dhe ta hedh poshtë të gjakosur, ti, para kësaj pamjeje, do të inatosesh me vëllain apo do të vi keq? U habita nga pyetja e Jerontit dhe i thash në vazhdim: si është e mundur të inatosem kundër vëllait tim të plagosur që ra viktimë e keqbërësit? As që do të më kaloj në mendje një mendim i tillë. Sigurisht që do të më vi keq dhe do të përpiqem ta ndihmoj me aq sa mundem. E pra, vazhdoi Jeronti. Çdo njeri që të shan, që të bën keq, që shpif për ty, që të bën padrejtësi me çfarëdo lloj mënyre, është vëllai yt që ka rënë në duart e djallit keqbërës. Kur ti sheh vëllain tënd që të bën padrejtësi, çfarë duhet të bësh? Duhet të vi keq, të ndjesh dhimbje për të. Ti lutesh nxehtësisht dhe në heshtje Zotit që të mbështes ty në momentin e vështirë të sprovës sate dhe të mëshiroj edhe ty, edhe vëllain tënd, i cili ra viktimë e djallit grabitës dhe Perëndia do të ndihmoj ty dhe vëllain tënd. Nëse nuk e bën këtë, por inatosesh kundër vëllait tënd, duke kundërshtuar sulmin ndaj teje me kundër sulmin tënd, atëherë djalli, që është në zverkun e vëllait tënd, hidhet mbi zverkun tënd dhe kërcen mes jush. Të mos ju mungoj durimi dhe butësia. Gjë e madhe është durimi. Është dashuri dhe pa dashuri nuk mund të kesh durim. Etja për shpëtim tërheq dashurinë e Krishtit. Kjo është pikërisht ajo që ndodhi me gruan samaritane. Unë i dua ata që më duan dhe ata që më kërkojnë do të gjejnë hir. Lexojmë te fjalët e urta. Dashuria për vëllain kultivon dashurinë për Perëndin. Jemi të lumtur kur i duam të gjithë mistikisht, sepse ai që nuk do vëllain e tij, që e ka parë, si mund të dojë Perëndin që nuk e ka parë? Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsëkaleviti. E përmishojnë të hylindës së shpëtona, pësimet më mbushën me turbullim, dhe shpirtin më mbytën me mërzitje dhe dëshpërim. Po ti që të soma o zonja, me ngushëllimin dhe paqen e birit tënd. Lavdiatit e birit edhe shpirtit shenjtë, të lutem o zonja o Shën Mari, që linde Isuin ti shpëtoma nga çdo rrezik. Më ty po përiki dhe të lutem, me të forcën e zemrës dhe shpirtit tim. Tani e për erë, e në jetë të jetëve, amin.